Sigurisht në prapavin time akoma janë të freskëta njollat e gjakut ku ka mbetur i vrar një 19 vjeçar në rrugën Galip Badivuku në Vushtri. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:35 minuta. Këtë informacion e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë rajonale të Mitrovicës, Avni Zahiti, i cili ka thënë se policia është në kërkim të dyshuarit akoma, i cili është në arati. Në fakt, motivet për këtë vrasje zyrtarisht akoma nuk dihen Valbona, por vetëm se policia e ka konfirmuar vdekjen e të riut 19 vjeçar si pasojë e të shtënave me armë zjarri. Deri para pak minutave, policia ka qëndruar këtu sigurisht për të kryer edhe hetimet dhe për të marrë informacionet dhe për të kryer punën e vetë për gjithë këtë ngjarje. Atë se çfarë kemi të konfirmuar deri në këto momente është se i dyshuari ndodhet akoma në arati.